Gjithnjë e më shumë të rinj po zgjedhin të ndjekin arsimin profesional pranë shkollës profesionale teknike në Korçë, duke parë atë si një mundësi konkrete për t'u integruar më shpejt në tregun e punës. Nxënësit shprehen se zgjedhja e tyre lidhet me profesionet praktike që ofron shkolla dhe me mundësitë më të mëdha për punësim pas përfundimit të studimeve. Sipas tyre, formimi praktik dhe përgatitja profesionale që marrin gjatë viteve të shkollimit i ndihmon të krijojnë aftësi konkrete në fusha të ndryshme teknike dhe profesionale, duke i bërë më të kërkuar nga bizneset dhe tregu i punës. Çdo gjë tash po kalon drejt informatikës, me kompjutera, teknologjia dhe e ardhmja është kompjuteri në këto kohë. Kemi bërë praktika me shkollat, kemi vajtur në bizneset të ndryshme, kemi marrë informacione të reja, kemi mësuar se si mund t'i përdorim ato. Shtysa ka qenë sepse tani në këto kohë që jemi, më shumë ka punë me teknologji dhe kjo po përparon edhe mendoj se edhe në një të ardhme do ta kemë më të thjeshtë për të zënë një vend pune. Edhe drejtues të shkollës vlerësojnë rritjen e interesit të të rinjve për arsimin profesional, duke theksuar se bashkëpunimi me bizneset dhe praktikat profesionale po krijojnë më shumë mundësi punësimi për nxënësit pas diplomimit. Kjo shkollë ka marrëveshje bashkëpunimi me 120 biznese dhe institucione të qarkut.